Një mjek anestezist është dënuar me burgim të përjetshëm pasi helmoi qëllimisht 30 pacient, prej të cilëve 12 humbën jetën. Frederic Peshier, 53 vjeç, u dënua me burgim të përjetshëm në përfundim të një gjyqi 4 mujor në Francë. Ky është një nga rastet më të mëdha të keqpërdorimit, pasi u zbulua se ai ka pasur kimikate të larta, si klor, kalium, adrenalin në qese të infuzionit të pacientëve. Sipas BBC-s, viktima më e vogël ishte një fëmijë 4 vjeçar, ndërsa mosha më e lartë e viktimave ishte 89 vjeç. Prokurorët e quajtën atë doktor vdekja, duke akuzuar për helmim dhe vrasje të qëllimshme. Ata theksuan se ai kishte transformuar klinikën në një vend varrezash dhe manipuluar pacientët për të krijuar imazhin e një shpëtimtari. Kimikatet që ai ka përdorur shkaktuan arrestin kardiak ose hemoragji tek pacientët. Më pas ai paraqitej si shpëtimtari, por në 12 raste nuk arriti të ndërhynte në kohën e duhur dhe pacientët ndërruan jetë. Peshieri mohoi akuzat dhe avokatët e tij argumentuan se nuk kishin prova të forta që e lidhnin atë me krimet. Megjithatë, dëshmia ndryshoi gjatë gjyqit dhe ai përfundimisht pranoi akuzat.